Përshëndetje, me mua në studio ndodhet profesori i inxhinierisë ndërtimit, Zeqiria Idrizi, me cilin do të flasim për tërmetin i cili 53 vjet më parë goditi Shkupi, një tërmet i cili mori jetë njerëzish, dëmtoi rreth 200.000 shtëpi, duke lënë shumë njerëz pa kul mbi kokë. Pikërisht profesori në atë kohë ka qenë një fëmijë i cili e ka përjetuar dhe ka disa kujtime ndoshta të mjegullta sadopak të atij tërmeti. Mirë se erdhët në studion e emisionit 10 minuta. Faleminderit për thirrjen. Sigurisht kjo është një ditë kur kthehen ato kujtimet tona nga ato përjetime që unë tërmetin e Shkupit e kam përjetuar si fëmijë dikun afër 4 vjeçar. Ajo ka qenë momente thjesht kemi jetuar në lagjet, themi këtu te Banja e Vjetër, do thotë në Karadak Mall, në afërsi të Universitetit tanishëm ose të afër xhamisë vjetër Mehmet Çelebi. Ajo ka qenë momentet, më kujtohet si sot, kur në mëngjes herët futen të mëdhejt, themi ato komshit tanë dhe thonë se dini duhet të evakuomi nga shtëpit, se është një themi ata, ose ashtu si që quajtën kiameti i madh. Në ato momente pam ato themi rënimin e minares së xhamisë që ishte shumë afër 4 shtëpi nga shtëpia jonë. To ishin ato momente kur ne si fëmijë e kemi përjetuar me atë themi ndjenjat tona fëmijërore, edhe di më kujtohet si sot, kur thjesht këto nana gjysha janë në murën e evakuuan dhe u bë evakuimi janë në kolon dhe te parku lartë i Gazibabës, ku pritëm të kalon ajo, themi, ato momentet fillestare, edhe kur u përhap atër lajmi, mandej të afërmit tanë, xhallarët dhe ellarët që i kishëm nga rrethina e Shkupit, u erdhën, na evakuun dhe kështu. Pra, këto janë ato përjetimet e para. Përfunduan dridhjet e tokës, njerëzit të tmerruar, ndoshta sepse, si që thatë edhe ju e kanë cilësuar, po ndodhë kiameti apo dita e shkatrimit. Megjithatë, pas kësaj, si u organizua jeta? Kur filloi viti shkollor, si u organizua në këtë mënyrë edhe fillimi apo dërgimi i nxënësve nëpër shkolla? Sigurisht ai organizimi ka qenë me vonesë, për shkak se ne fillimisht u evakuam në afërsitë e Shkupit në fshatin Bukoviç, atje kemi ngelur deri te vjeshta e hershme, ndërsa toka u stabilizua, ndërsa u krijuan ato, themi, komisionet e ndryshme, të cilët merreshin me vlerësimin e dameve dhe dhanë lejen që popullata të kthehet në shtëpitë e veta dhe jeta të fillon të zhvillohet ashtu, them, të kthehet nga normalja, edhe pse ajo u dash një kohë pak më gjatë të kthehemi në normalitetin e para tërmetit të Shkupit. Unë mbaj mend, nuk kam qenë ato, kemi qenë mosha parashkollore, por ato të afërmit tanë që ishin shkollë, ishin fillimisht të vendosur në ato, themi, pëlhura, ose çadrat të themi, të vendosura të përkohshme, ku thjesht derisa filloi të stabilizohet. Edhe sigurisht ishte edhe shpërndarja e nxënësve nëpër shkolla të ndryshme ku u bën një zgjidhje përkohshme. Siç përmenda edhe më herët, ju me profesion jeni profesor i inxhinierisë ndërtimtarisë. Pikërisht karrierën tuaj e ndërtuat në kohën kur edhe po rindërtohej Shkupi. Kush ndihmoi më shumë në rindërtimin e Shkupit, bota apo Jugosllavia? Po, themi, kjo pyetje nuk mund të altu me pak fjalë të thuhet, sigurisht se pas tërmetit të Shkupit lindi ose u kriju një situatë e tillë kur Shkupi u ndërtu, edhe është qyteti solidaritetit, kur tanë bota dha ndihmesën e vetë të pakurësirë dhe Shkupi nga një qytet, themi, e vogël, pas tërmetit, nga ato ndihmat materiale që murë nga komunitetin ndërkombëtar, themi, nga tërë bota, u ndërtu ose u ngrit në një, themi, metropol tash, mund të themi, ku u ndru komplet edhe forma dhe mënyra e jetesës, nga ajo stili jetesës në përmahallet e vjetra të Shkupit, u ndërtuan këto lagje të reja, moderne, të cilat edhe sot e kësaj dite zgjerohen edhe
qytetin e Shkupit nga disa dhjetra mira banore, sodhëm në momente kemi me qindra mi banorë. Megjithatë, për shumë vjetë, Shkupi është cilësuar si qytet pa identitet, kishte edhe raste kur e kanë quajtur ndoshta si një Disneyland apo si një Las Vegas jo i vërtet, i rreshëm mund të themi. Si e komentoni ju faktin që në vend të arkitekturës së shekullit 21, në Shkup lindi neoklasicizmi? Po, fatkeqësisht këtu nuk mund thotë se kjo është ndikimi kryekëput i ekspertëve, ose i ekspertëve të lamisë, ndërtimit, arhitektëve. Këtu sigurisht ndikimi madh është i klikave, themi, jashtë profesionale, jashtë eksperte, pra politika ka vendosur ose ka dhanë ato mendimet e veta, megjithatë ne shohim se Shkupi nuk i ngjason fare asaj që ka qenë, ajo që e ka karakterizu Shkupi edhe në kohën, themi, më të hershme ka qenë një qendër, edhe themi kulturore, për qendër tregtare, për komplet këtë regionin e Ballkanit, themi jugor, është zhvillu, ka pas një industri, ka pas një tregti të zhvilluar, ka pas çarshinë e Shkupit, ka pas objekte që e kanë karakterizuar, ka qenë ura e gurit, ka qenë kalaja, kanë qenë edhe objekte tjera monumentale, të cilet për fat keq sot njerë që sot do të jetë kaq ndryshe sa ç'ishte atëherë? Po shumë gjëra ose për shumë gjëra tërmeti mund themi i ka ato fajet. Në thojza të themi, tërmeti ndikojti dhe imponojti ndryshimet e mëdha dhe këto ishin të pandashme. Tjetër është gjëna që ne kemi mundur këtu, thjesht është mundur dhe është dashur të ruhet ajo stili i jetesës, stili i ndërtimeve të themi të vjetra, që sado pak kanë qenë ashtu paka shumë edhe të organizuara, sidomos flasëm për pjesën qendrore të Shkupit, pjesën rreth çarshis, pjesën ku kanë qenë ato hamamet, pjesa e kalas edhe këtu. Pas tërmetit, përveç dhënjes së një pamje tjetër qytetit të Shkupit, gjithashtu solli edhe një dukuri tjetër që ishte shpërngulja e shumë qytetarëve nga qytetet të tjera apo banorëve nga rrethina në qytetin e Shkupit, çka solli mbi popullimin e qytetit Shkupit dhe boshatisjen apo shkretimin e qyteteve apo fshatrave të tjera. Kjo dukuri si spjegohet sepse kemi parë që ky proces ndoshta komentohet edhe në prapavi. Thash vetë situata pas tërmetit u kriju një situatë e tillë kur të gjithë komunitetin ndërkombëtar u vu në lëvizje, ishte një dëshirë dhe vullnet i madh që të ndihmohet si në ndihma materiale, si në ndihmën e planifikimit të qytetit të Shkupit. Dhe pas saj ka pas plane, themi shumë të mira se si duhet të Shkupit të organizohet, për fat keq ato nuk janë respektuar fare. Nga ajo që thoni pjesa periferike atërshme e qytetit, e cila tash është më edhe pjesër shumë afër qytetit. Jo vetëm periferike, edhe nga qytetet të tjera, qoftë nga pjesë të tjera të Maqedonisë. Flasë në kohën pas tërmetit, këto lagjet që i përmendim ne, Shkupi ka qenë shumë i mbledhur, i të kurur, këto janë ndërtuar, në të thotë fill pas tërmetit, ndërtimi nga ndihmat, themi, ndërkombëtare, me atë ndërtimin e këtyre barakave, të themi, objekteve të përkohshme finlandeze, themi, ashtu tipi finlandes, atje për fat keq popullata e cila më shumë ka pësuar, fare nuk i ka pa ato benefite, por këtu janë ardhur komplet, mund themi, të përdorëm edhe termin endacak nga popullata, nga komplet tanë Maqedonia, e cila ka përfitu nga ato ndihma, ndërsa thjesht unë mund të flas nga përvoja personale, nga ajo që shtëpit tona përreth, ato përreth, ato fare nuk kanë përfituar. Ajo bon një vlerësim, dhe t'jipët dhe t'shurtohen, ka përparësi nga ato persona që kanë humbur ashtu kështu, ne dhe mrenda 6 muajsh komplet ato lagjet tona këtu që i shofëm edhe tash që egzistojnë si në geto, janë rindërtuar me forca vetjake, pra me mjete materiale vetanake. Rregull, faleminderit profesor që sollët një pjesë nga kujtimet tuaja edhe në emisionin 10 minuta. Faleminderit juve për thirrjen dhe ftesën. Ishte kënaqësi.
Vetëm pas pak do të keni mundësin të ndiqni magazinën informative në gjuhën maqedone. Shikim të këndshëm.